Duke filluar nga pastërtia, uji i pishëm, drejtësimi publik, deponia e qytetit, menaxhimi i parkingut dhe parqeve dhe përfundimin e sistemit të vaditjes. Platforma e juj e Vlenit për 4 vite të ardhshme në Dibër. Faleminderit për ftesën. Platforma jon është e bazuar nga anketa dhe analiza me qytetarët dhe me ekspertë të ndryshëm nga qyteti i Dibrës. Dhe është e bazuar kryesisht në 7 shtylla, ku shtylla numër 1 është shërbimi publik, duke filluar nga pastërtia, uji i pishëm, drejtësimi publik, deponia e qytetit, menaxhimi i parkingut dhe parqeve. Vazhdojmë me arsimin dhe rini, ku do të ndërtojmë një qendër rinore inovative dhe gjithashtu do bëjmë menaxhim të mirëfillt të institucioneve arsimore. Vazhdojmë në infrastrukturë, ku kemi rikonstruim të rrugëve, hapjen të bulevardeve dhe përfundimin e sistemit të vaditjes. Vazhdojmë në shtyllën numër 4, ekonomi dhe turizëm, ku kemi plan dhe strategji afatgjat për turizëm dhe zhvillim ekonomik, duke filluar me infoqendrën e turizmit. Vazhdojmë me kulturë dhe sport, ku kemi terene sportive multifunksionale, pishin të mbyllur, institucionalizimi i festivalit të Dibrës. Vazhdojmë me politikë sociale, ku kemi programe të ndryshme sociale, qendër ditore për fëmijët dhe e fundit është digitalizimi, transparenca dhe inovacioni, ku kemi një komunë me shërbime transparente, digitale dhe moderne. Faleminderit.